Ditë që golin e tretë, domethënë që i dha Shqipërisë, domethënë kualifikimin, edhe isha njeriu më i lumtur në botë në atë moment kur shënova golin. Por domethënë emocionet më të mëdha normalisht i përjetova pastaj edhe në Francë. Por ai moment është edhe do të mbetet nga momentet më të rëndësishme të karrierës time. Nëse nuk do të jeshit sot hero, me siguri që tifozët nuk do të falin në atë moment të ardhmë me Zvicrën, ku përballë me portierin bët më të vështirën, duke goditur këmbën e tij. Si e kujton atë moment dhe çfarë ndikoi që të mos shënonit? Ishte një moment shumë i keq. Edhe kam përjetuar, domethënë, pak disa ditë mbas ndeshjes, nuk jam ndier shumë mirë, sepse net para ndeshjes, domethënë, e imagjinoja që mund të dilja përballë portierit Samer, edhe që e njoh shumë mirë, kemi luajtur kundër Bazelit kur ai ka luajtur në Bazel. Unë, domethënë, isha pjesë e zyriut. Edhe po të shikosh vitet në finalen e Kupës Zvicrës kam dalë përballë portierit edhe njësoj ma ka prit, siç ma priti kundër Zvicrës edhe në finale kundër Basel Zyri. Edhe prap ma priti, edhe isha ndier shumë keq në ato momente, por jam shumë i kënaqur që pastaj gjërat shkuan mirë, edhe e harrova atë moment, por normal që do të kisha qenë shumë i dhruar edhe do isha ndier shumë keq, po të mos më ishte dhënë mundësia akoma që të luaj ndeshjet në vazhdim nga ai rasti i humbur. Cili